Thotë që në Kosovë ka pas lirim estetik, ka pas liri estetike sa të madhe, por nuk ka pas liri tematike. Poezia moderne, prej simbolizmit të kënej, sidomos, e kanë zhvilluar shumë ironin, figurë letrat ironisë. Madje edhe të ironifikimit, të më thonë një ironia shtrirë në tërë tekstin poetik. Fuqinë e saj letrare kjo ironi, letërsin tonë, sidomos në Kosovë, e ka shfaq vite 70. Të Ali Podrimja, të Edin Mehmeti, të Ramandede, sidomos për shambull, të Farin Gunga, të Agim Vinca, të shumë poet tjerë. Në vite 70, edhe të 10-at po. Mande vite gjenerata tjera, që vitë pas të kësaj gjenerate, po kujtojmë Podrimjen, po morëm na, për shambull, librin e ti Torzo. Qka është Torzo? Torzo është një figurë skulpturore, ndoshta shpesh kene vërejt në filma, që është pa kokë edhe pa gjymtyr. Po vetëm një trup. Pa gjymtyr dhe më thonë pa këmbë, pa dur edhe pa kokë. Dhe tash, ai në ato vite e pat një libër Torzo. Dhe shpesh ajo poezia e kohës ka qenë edhe ironike edhe tepër ndoshta shpesh edhe mbyllt, edhe herë me drejt, herë pa drejt, ose quhet hermetike. Se hermetizmi ka qenë një karakteristike prierje, letrare, poezisë sonë dhe letërsisë sonë e viteve 70 edhe 80. 80 vjetë duke është liruarët. Përse shto ka ndodhë? Nëse në vite 70, fillon në vite 60, po në vite 70 letërsinë tonë tash fillojnë në lirim estetik. Ka një liri estetike që është zakonshme, ndoshta në krahasim me krejt letërsitë tjera të shteteve komuniste që ka qenë për rreth në Jugosllavi, lirimi estetik ka qenë jashtëzakonshëm. Me po thot atje dhe studiues Rugova, për shembull, thotë që në Kosovë ka pas lirim estetik, ka pas liri estetike sa të madhe, por nuk ka pas liri tematike. Dhe fjala në ato vite ka qenë pa mundshme të shkruash për Shaban Pollushën, për shembull. Ose për padresit, ose për shembull për dhunën e shtypit që ka bërë lëvizja Serbomadhe, për shkak se ishte në pushtet. Mungesa trajtimit të temave. Po, e tash. Si duhet tash autor, ose për shembull ka qenë pa mundshme ti sikur sot që kritikohet demokracinë e kryetar shteti ose një parti politik ose një lider politik, në atë kohë nuk ka qenë imagjinueshme se më njëherë ki përfunduesi armik i shtetit, që kritiku dhe je dënuesi për vepër penale. Kështu ishte në sistemet komuniste. Madje deri që ai kanë varë dhe në litar dikun, dashkimtar. Edhe si tash në atë hapësinë që aq shumë kanë ngushtu, edhe është pushtu me një liri tjetër estetike, tash si duhet ta gjen vetë shkrimtarët. Edhe në shpreh përmes figurës.